Akuz, do të ngrem një akuz shumë të fort për spitalin psikiatrik të Elbasanit, apo jo? Të smurët, është menen studio. Gentian Sejrani, Mirë se erdhe Gentian. Avokat, Do të flasim për... jurist, një avokat i çështjeve publike, një jurist, si quhet ajo organizata që ju përfaqësoni? Drejtësi sociale. Drejtësi sociale, Do të flasim për ata të smur që nuk din smundjen që kanë dhe që ju mohohet, dhe ky është një rast shumë flagrant, mund të them është një akuzë therse. Ju mohohet e drejta e bërjes së analizave. Po, kjo ndodh në Shqipëri. Kjo ndodh afër Tiranës, në Elbasan. Mund të dëgjosh dhe ti e dashur ministre e shëndetësisë. Po. Gent. Atëherë ne kemi parë javën e kaluar një autoakuzë të ministres për qytetarët vulnerabël në shtetin tonë. Që nuk kanë mundësi që ndalohen analizat mbas datës 20. Ka analiza, spitali shkon me pushime. Pas datës 20 nuk ka analiza për të shtruarit në spitalet tona. Por ne kemi një pjesë shoqërisë që është tejet vulnerabël, që kemi personat me... Që s'pret datën 20, po është gjithë muajnë, e kupton? Kemi personat me probleme të shëndetit mendor. Po, në Elbasan. Dhe janë rreth 300 pacient kronik, 300 pacient kronik të shtruar në spitalin psikiatrik. Edhe janë 3.000 të tjerë që janë rrugëve. Dhe çfarë nuk ju ofrohet, lutem, drejtoju kamerës dhe kujt ja drejton këtë akuzë? Ja drejtoj ministres apo ministrisë së shëndetësisë dhe ministres personalisht që prej 3 vitesh nuk i ofrohet asnjë analizë këtyre të sëmurëve... Prej 3 vitesh? Prej 3 vitesh. Jo, më nuk ka mundësi. Jo, ku jetojmë tani, ku jetojmë të lutem, se kjo është rast makabër tani, që do më thëmë? Dhe është të mërshme... 3 vite ata nuk bëjnë asnjë analizë, qoftë normale, qoftë... Nuk ka një kontratë. Pra, spitali psikiatrik i qytetit Elbasanit sa dik dinti... I keni me fakte këto, apo? Po, është e provuar, është të thënë vetë. Madje është një shqetësimi madh për vetë mjekët dhe infermierët. A mund të vish herës tjetër me letrat, lutem? Se unë nuk i besoj këtyre. Domethënë, duket një çmenduri. Nuk dua ta besoj. Atëherë, vërtet, po është një akuzë publike nëse ministria do të sjell apo do të bëjë publike një kontratë të lidhur midis këtij spitali dhe një kompanie për të ofruar shërbimin... Po pse mos ka spitali laborator atje ku mund bëhen analiza, se s'ka spital pa laborator, që do më thënë, spital pa laborator, që është ajo, qendër rehabilitimi? Të gjithë spitalet në vendin ton ofrohet shërbimi analiza në përmjet kompanive private, koncesionit. Dhe ju e keni dëgjuar parë një javë... Koncesionet tani dolën, më përpara janë bërë në spital, në laboratorit e spitalit, apo jo? Ka 3 vite, dhe për 3 vitesh nuk ka këtë shërbim këtë spital. Pse nuk ka pas lek të bërë koncesioni? Nuk është lidur fare... Kanë arruar fare këta. Kanë arruar si spital. Pra 300 pacient të shtruar në këtë spital, nuk e ofrohet këtë shërbim. Pra nëse ata... Dhe si mbajnë ato, si jepet ilaçi, për shembull kur ka një krizë nervore, si evidenton mjeku problemin shëndetësor të pacientëve? Kjo është pikpyetje e madhe, ndaj dhe kjo është akuza sot për Ministrinë e Shëndetësisë që të kthej vëmendjen të këta 300 pacient të cilët shumica për tyre janë të braktisur nga familja për shkak të sëmundjes kronike të shëndetit mendor. Po si kanë pranuar